që qeveria dhe politika jashtme e Britanisë së Madhe, e Mbretërisë së Bashkuar, të ndryshoj karshi Vučićit dhe karshi Serbisë? Nuk është në një letër e cila do të befasonte diken që i ka përcjell këto ndodhi dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të Britanisë së Madhe në lidhje me Ballkanin. Për atë arsye se qeveria britanike jo vetëm kjo, laboriste, por edhe ajo më pashme edhe një tjetër para saj kanë qenë vazhdimisht kritike ndaj politikës së Beogradit, e cila është teksuar vazhdimisht të Londër se nuk ka ndryshuar shumë nga koha e Miloševićit. Mirë po thashtin kohëve të fundit kjo letra e cila i është drejtuar sekretarit të jashtëm është mjaft serioze, për atë arsye se është e përpiluar nga një grup i madh i deputetëve ndërpartijak dhe kërkon nga sekretari i jashtëm dhe pastaj edhe nga qeveria britanike që të shikohet në mënyrë më serioze dhe të merren masa më radikale ndaj qeverisë në Beograd, për atë arsye se gjërat janë duke shkuar aq keq saqë në letër thuhet se punët janë duke shkuar sikur se don të hapet konflikti edhe një herë në Ballkan, të cilin e ka hapur Serbia në vitet e 90-ta. Serbia është një vend i vetmi vend në fakt që e potencuat edhe jo më parë se nuk i ka vënë sanksione Rusisë. Është vend në të cilin shtypi nuk gëzon të drejtat, ku qytetarët po ashtu shtypen. Domethënë është një shtet jashtëzakonisht i cili duhet të kritikohet, por për një çudi të madhe të gjitha shtetet tjera të Evropës nuk e vërejnë këtë keqe e cila është duke ndodhur në Serbi, sikur që po e vërejnë kohëve të fundit politikanët e Britanisë së Madhe. A mund të ketë kjo iniciativë, kjo letra, a mund të ketë ndonjë impakt? A mund të merret për bazë nga zoti Lemi? Besoj që po, natyrisht që qeveria do t'i përgjigjet kësaj kërkese, mirë po se deri kur do të shkojë kjo kërkesë dhe çfarë përmasa do të merr është vështirë të parashikohet, por siç thash pak më herët, qeveria britanike ka qenë gjithmonë kritike ndaj qeverisë në Beograd dhe pritet me siguri që të ndërmerren masa. Mirë po megjithatë nuk do të mjaftonte që vetëm Britania e Madhe të ofroj apo të zbatoj sanksione ndaj Serbisë, për atë arsye se nëse shtetet tjera të Unionit Evropian nuk do të lëvizin, kjo nuk do të thotë shumë për këtë punë. Për fat keq nuk ka ndonjë lëvizje në shtete tjera si në Francë, Gjermani apo ndonjë vend tjetër të Evropës, sikur që ka në Parlamentin Britanik apo sikur që ka edhe në Shtypin Britanik. Mos harrojmë se edhe Shtypi Britanik kohëve të fundit është mjaft kritik ndaj gjendjes në Serbi. Për më tepër nga kjo që po thoni ju, zoti Dauti, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa madje ishte edhe në Beograd, u takua edhe me Vučićin, ndonë se ka pas thirrjen nga individët e caktuar në BE që të mos vije në një farë forme, një farë lloji revolte ose pakënaqësie, sepse ai shkoi në Moskë. Pra, e kundërta asaj që po bëjnë britanikët, evropianët dhe vetë presidenti i Këshillit erdhi në Beograd. Kjo për fat keq, kjo është arsyeja që e lejon Vučićin që të ha me dy lugë, domethënë edhe me lugën e perëndimit dhe me atë të Moskës, dhe pasi që perëndimi nuk zbaton ndonjë sanksion ndaj, madje jo sanksion, po as vërejtje serioze nuk kishte ndaj Vučićit, edhe kjo nuk është hera e parë që Vučići shprehet haptas në përkrahjet e Rusisë, por është hera e parë që mori pjesë në paradën e 9 maj dhe ishte kështu haptas përkrahje e Rusisë, por